Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka cilësuar si një moment vendimtar për të ardhmen e vendit për plasjen mes opozitës dhe mazhorancës. Në një konferencë për media, Sali Berisha theksoi se pakënaqësia e qytetarëve ndaj kryeministrit Edi Rama është e hapur dhe e pamohueshme, pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të zbuluar situatën përmes propagandës. I ftoj të përshkallëzojmë, të jenë të gatshëm të përshkallëzojmë luftën, betejën tonë, gjerë përmbushjen e misionit. Misioni ynë është largimi i kësaj qeverisje, qeveri teknike, zgjedhje të lira, opozita në pushtet në mënyrë të pashpakshme. Ai u ndalte personat e ndalur gjatë protestës, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tyre. Berisha theksoi se mes tyre ndodhen dhe 2 shtetas nga Kosova, të cilët ndodheshin në Shqipëri për arsye turistike dhe nuk kishin asnjë lidhje me aktet e dhunës. Paralajmëroi policinë të mos prek me dorë protestuesit, se ata po luftojnë kundër hajdutëve të kombit, kriminalëve në detyrë. Të mendohen mirë, të qëndrojnë më mirë me ligjin se me hajdutin, se me kriminalin. Lirojnë menjëherë personat e arrestuar. Kreu i Demokratëve kritikoi veçanërisht kryeministrin Rama për menaxhimin e çështjes së zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke pretenduar se qëllimi i qeverisë është të blejë kohë për të shmangur përgjegjësinë ligjore. Edi Rama nuk do të heqë imunitetin Belinda Ballukut, Lubi Ballukut, sepse është vetë prapa të gjitha akteve që ka kryer Lubia. Edi Rama po blen kohë. Pse po blen kohë? Për vepra zeza. Është i gatshëm dhe javë të ndryshojë çdo ligj dhe çdo rregullore, në mënyrë që të nxjerrë gjithçka jashtë përgjegjësisë ligjore. Dhe kjo do shënonte vdekjen e opozitës. Berisha njoftoi gjithashtu publikimin e një raporti të zgjeruar të Partisë Demokratike të titulluar Farza e madhe e majmur e zgjedhjeve në Shqipëri, i cili sipas tij dokumenton me detaje problematikat dhe shkeljet në procesin zgjedhor. Ne jemi këtu para jush për të paraqitur para shqiptarëve publikimin e Partisë Demokratike, të cilin kësaj here kemi preferuar ta quajmë farsa e madhe e majmur e zgjedhjeve në Shqipëri. Ky dokument i pa shembull në historinë e një farse elektorale në Europë dhe në botë, i hartuar mbi 1500 faqe dhe mbi 2000 e sa prova, dokumenta, video, fotografi, të gjitha. Ai po ashtu deklaroi se marrëdhënia e tij me strukturën e posaçme të hetimit lidhet konkretisht me amnistinë fiskale, duke shtuar se transparenca dhe drejtësia janë çështje që nuk mund të shtyhen. Për t'ia dërguar ne mund t'ia dërgojmë, por amnistia e krimit elektoral është amnisti për bandat. Ne jemi opozit. Në qoftë se SKAP-i nuk do bënte amnisti elektorale, këto s'do mund të ndodhin më kurrë. Berisha theksoi se opozita do të qëndrojë vendosur në përballje me qeverinë dhe do të monitorojë çdo hap të mazhorancës për të siguruar lirinë dhe demokracinë në vend.